Senati ka rrëzuar një plan për të dhënë fund një ere mirë mbylljeve të qeverisë të përsiguruar financim automatik sa herë që Kongresi nuk arrin miratoj buxhetin. Votimi mbi aktin për eliminimin e mbylljeve të qeverisë, prezantuar nga një republikan, u rrëzua në mënyrë dypartjake me rezultatin 37 pro dhe 61 kundër. Mbylljet e qeverisë mund t'i kushtojnë miliarda dollar vendit, ato dëmtojnë ekonominë kur zgjasin, dhe si pranojnë edhe vetë antarët e Kongresit nuk i shërbejnë popullit amerikan. Sponsorët e projekt ligjit besojnë se financimi duhet të zgjatej automatikisht çdo 2 javë sa herë që Kongresi u mbet afatin. Është një cirk dhe kjo nuk është mënyrë për drejtuar një qeveri, nuk është mënyrë për drejtuar asnjë organizatë. Është qesharake, tha senatori Bernie Moreno, republikan nga Ohio, për Straight Arrow News. Moreno ishte një nga 37 republikanët që votuan projekt ligjin. Ne jemi këtu në Washington, ku është vorbulla e marrëzive, po në Amerikën e zakonshme kjo shihet shumë negativisht, shtoi ai. Moreno shpreson se një ditë mbyllet e qeverisë të mbeten vetëm kujtim dhe njerëzit në kryeqytet të thonë, ma mend kur bënim kështu sa budallëk kishte. Projekt ligji u prezantua nga senatori Ron Johnson, republikan nga Wisconsin, dhe kongresmeni Dusty Johnson, republikan nga Dakota e Jugut. Si do funksiononte ligji Johnson & Johnson? Nëse Kongresi nuk arrinte miratonte buxhetin deri në fund vitit fiskal që përfundon me 30 shtator, do kishte një zgjatje automatike financimi për 14 ditë. Buxheti i vitit kaluar do të kopjohej dhe gjithë agjencitë federale do të merrnin financimin për 2 javë. Nëse Kongresi nuk arrinte të miratonte një buxhet brenda atyre 14 ditëve, departamentet federale automatikisht do merrnin përsëri fonde për 2 javë të tjera dhe ky proces do vazhdonte derisa Kongresi të bënte detyrën e tij. Nëse mbërrim më 30 shtator, duhet kemi një mekanizëm që qeveria mos mbyllet automatikisht. Në këtë mënyrë, kjo do të ishte një reformë shumë e rëndësishme, tha senatori Eric Schmidt, republikan nga Missouri. Edhe ata që votuan kundër pranuan se mbylljet janë të dëmshme, është një tregues se sistemi po prishet mes legjislativit dhe ekzekutivit dhe të gjithëve bashkë, ka senatori demokrat Peter Welch nga Vermonti.